Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam kaloi nëpër do vorreza. Edhe kur kaloi aty pari e pa një gruje të moshuar, të cilën e kish godit një fatkeqësi, i kish vdek një fëmijë i saj, dhe në ato moment ajo është duke çajt. Edhe nuk e përmbajtë veten, nuk bëj ke sabër dhe durim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e pa gjendjen e saj, i tha me një thënie, tha isbiri wattaqillah. Tha bën durim dhe ke frikën Allahut. Mirë po ajo nuk e njofti pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe në shere volte se pe çorton dhe pe këshillon dikushi, ajo i tha i lejka anni, largohu prej meje. Mirë po të pranishmit, ja të rreqën vërrejtje dhe i than, ki njeriu të cilit ti i thave iku prej meje, kjo është Muhamedi alayhi salam, i dërguar i Zotit, i cili është i goditur me sprova sikur se ti, për arsye se Muhamedi alayhi salam i patëm vdek fëmijë. Atëherë ajo grujen në pendim që e bëri gabimin, shkoj dhe i tha pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, bile hadithi është i gjatë, ku shkoj dhe nuk takoi roje në shtëpi. Dhe i hyri te pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam. Tha i dërguari i Allahut, tash po bëj sabër, tash po përmbaj vetveten. Atëherë tha pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, innama sabru inda sadmatil ula. Sabri, durimi është në goditjen e parë. Pra ajo reflektoi më mbrapa për situatën, po vlera më e madhe është në momentin e parë kur vjen. Në momentin e parë çka njeriu duhet thoje? Duhet të thoje inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahut jemi dhe tek ai është kthimi. Do të thonë ta pranoje sprovën që Allahu e ka sjell një gjendje të tillë dhe ti duhesh me përmbajt veten. Pra sprova që në fillim duhet na kthej tek Zoti. Që me goditjen e parë duhet na kthej tek Allahu. Ajo lidhshmëria me Allahun, sabri më njëherë njeriu e nxjerr mbështetjen te Allahu. Nëse nuk lidhet me mbështetjen e Allah, a njeri minër dështon. Mundet Zot na ruaj të kese pasoja edhe në dunjë dhe në ahiret. Në dunjë mundet me pas pasoja se nuk ka lumturinë jetë, pastaj nuk mundet ta tejkalojë dhe mundet të shkojnë në sëmundje edhe psiqike, Zot na ruaj. Mirë po edhe në botën tjetër e hub shpërblimin e durimtarit, ku Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu do t'i shpërblej durimtarët pa llogari. Andaj edhe sabri është goditjen e parë. Muhamedi alayhi salatu wasalam në këtë hadith na jep mësime, e një ndër mësimet është njeriu pendohet ndoshta më vonë. Bile për të pendimi, Hazreti Ali radhiyallahu anhu ka thonë i mençuri e përmban vetëm më një herë, ndërsa ignoranti i padituri i bie pishman pas 3 dite.